Sot e pat takimin Këshillit Kryetarëve, i cili është mekanizëm në kuadër të situacionit komunal të Kosovës, dhe një zëri kryetarë dhe përfaqësues të komunave prezent në takim morën vendimin që më 1 shtator në orën 11 në sheshën Skënderbeu, afër ndërtesës së Qeverisë Republikës Kosovës, të organizohet protestë e komunave. Kemi shumë arsye sa i përket kësaj proteste, sepse të gjitha rrugët e dialogut pothuajse janë shterur me nivelin qendror, pothuajse që disa vite kërkesat e komunave janë injoruar në mënyrë totale, nuk ka pas një bashkëpunim të sinqert me komunat. Në takimet të cilat janë zhvilluar me nivelin qendror, vetëm kërkesat e komunave janë dëgjuar, mirë po nuk ka pas asnjë impakt nga takimet të cilat janë organizuar me nivelin qendror, dhe kështu që përfundimisht erdhi vendimi i kryetarëve të komunave prezent në takimin e Këshillit që më 1 shtator në orën 11 të kemi protestën e komunave, ku protestat do të ketë qëllimin që problemet të cilat janë adresuar nga komunat e Republikës Kosovës ndër vite të miratohen apo të miren parasysh nga niveli qendror. Kërkesa e parë normal është që me 100 miliona euro komunave ju kanë marrë në mënyrë të padrejtë nga kontratat kolektive. Pastaj kemi edhe mosbatimin e gjykimit të gjykatës kushtetuese nga niveli qendror, sa i përket normës së kompenzimit për përvojën e punës. Do të thonë nga marsi i vitit 2023, 2024, 2025, niveli qendror nuk e ka zbatuar këtë gjykim, edhe pse është kërkuar nga gjykata kushtetuese. Pastaj kemi çështjen e dëmit nga vëshimet, që nga viti 2022 kemi bujq, fermer, qytetarë cilët nuk janë kompenzuar nga niveli qendror, edhe pse përgjegjësia institucionale është e nivelit qendror. Pastaj është problemi rishikimi i grantit për arsim, sepse vetëm këtë vit komunat do të jenë të obliguara që të mbulojnë shpenzimet e rreth mbi 3000 mësimdhënësve, që vlera totale është rreth 24 milion euro. Nga mosbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese, komunat do të dëmtohen në vlerë deri në 60 milion euro. Gjithashtu edhe kontrata kolektive me 100 milion euro, domethënë komunat janë në një situatë jashtëzakonisht të vështirë sa i përket financave. Gjithashtu edhe tendenca e marrjes së kompetencave apo ndërhyrja e nivelit qendror në kompetencat e komunave ka një impakt jashtëzakonshëm në qëllimin e kësaj proteste, domethënë ndalja e centralizimit kompetencave. Kemi pas inspektoriatin e tregut, kemi pas procesin e rekrutimit, tash edhe me çështjen e pronave publike, po gjithashtu edhe themelimi i grantit 4 për investime kapitale, e cila është një kërkesë që disa vite e kërkuar nga kryetarët e komunave, mirë po niveli qendror nuk i ka përkrahur kryetarët e komunave në themelimin e grantit 4 për investime kapitale. Gjithashtu edhe një krijimin e fondit emergjent për komuna. Do të thonë këto janë disa nga pikat kryesore. Motoja e protestës së komunave, e cila do të mbahet me 1 shtator në orën 11 është mos i merrni komunave atë që u takon qytetarëve. Do të thonë edhe çështjen e buxheteve, edhe çështjen e kompetencave, dhe po besojmë se do të jetë një protestë masive, normal që është apolitike, kjo është në mbrojtjen e interesave të qytetarëve në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të komunave, sepse komunat janë më afër qytetarëve në zgjidhjen e problemeve. Shikoni, çështja e buxhetit është ndërlidhur me legjislacionin e fuqinë në Republikën e Kosovës, që disa vite kemi trumbetim nga niveli qendror se buxhetet për komuna po rriten. Neve kemi formulat cilat e përcaktojnë ndarjen e buxheteve ndaj komunave, dhe ato formula nuk mund të ndryshohen nga ndonjë ministër pa aprovim apo miratim të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me automatizëm, për qytetarët e Republikës Kosovës duhet të elaborohet kjo çështje, sepse trumbetohet që po rritet buxheti për nivelin lokal, por nëse buxheti i Republikës Kosovës është 3 miliardë euro, me automatizëm, granti i përgjithshëm në bazë të legjislacionit në fuqi, nuk është kjo në vullnetin e një ministri, është rreth 10% e buxhetit total të Republikës Kosovës, që i vje për më shembull 300 milion euro. Nëse buxheti i Republikës Kosovës është 4 miliardë, me automatizëm në bazë të legjislacionit në fuqi, komunave në bazë të legjislacionit i shtohen edhe 100 milion euro. Jo që është vullneti i ministrit. Ky rast. Çështja e grantit të arsimit, po shihet që përpara niveli qendror ka trumbetuar se kompetencë ekskluzive është e nivelit qendror çështja e arsimit parauniversitar. Ju e dini rastin me ish kryetarin qendror Kastrati, apo ku ministra Nagavci
e ka humbur rastin në gjykatë kushtetuese ku ka bërë një intervenim të drejtë për drejtë në kompetencat e komunave. Dhe ajo ka dorë që është kompetencë e komunës, jo niveli qendror. Po tash çka ka ndodhur? Tash niveli qendror, në të kaluarën ka thënë që është kompetencë e nivelit qendror, tash po i thot komunave largoni ju 3300 punëtor arsimor. Domethënë tash po ja bart përgjegjësinë komunave edhe financiare, po edhe ato që t'i largojnë mësimbënësit, potencialisht, edhe pse kanë kontratë pune. Për këtë duhet një bashkëpunim i nivelit qendror dhe nivelit lokal. Deklarata të tilla kemi ndëgjuar ndër vite. Mirë po zgjidhet problemet nuk kemi pas asnjëherë. E kanë centralizuar kompetencën e inspektoriatit të tregut, sanitar, veterinar, procesin e rekrutimit, ka pas tendencë ndërhyrje në marrjen e mjeteve financiare nga tyrat vetanake. Domethënë, këto problemet cilat janë akumuluar ndër vite, kryetarët nuk kanë mund t'i zgjidhin përmes dialogut dhe kanë vendosur që të protestojnë. Protesta jonë është kërkesë e komunave të Republikës Kosovës në mbrojtjen e buxheteve vetanake dhe në mbrojtjen e autonomisë së saj përket kompetencave.